histori të gjatë dashurie me Italinë, kështu që është ndryshe. Jo. Italia na kërkoi të merrnim në konsiderat, të ofronim mundësinë për të ngritur këto qendra për përpunimin e migrantëve dhe i tham po, sepse Itali si themi gjithmonë po. Ata nuk na kërkojnë shumë gjëra, por kur na kërkojnë, më themi po, sepse kanë qenë shumë të mirë me ne dhe kanë qenë krahënesh në momente shumë vështira, kështu që është një bonus i veçantë. Sigurisht pastaj kur kryeministri italiane është një grua, është edhe më e pamundur, i kemi parë fotot e historisë tuaj dashurisë, është më e pamundur që ti thuash jo, e kuptoni këtë. E kuptoj që kjo ka ndodhur edhe me ish ambasadorën greke në Tirana, po me këdo, po sidomos me kryeministrën italiane. Faleminderit shumë, kryeministër.